Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë shikues të emisionit pa titull, jena me edicionin më 3, sonte me neve mysafir është një ndër bateristët më të njohur në Kosovë i pari, u kon në emër edhe këtë përpara kur e kena ngu në Babuka dhe ishëm kush o vlla Babuka. Në atë kohë kena thonë bubnjar, kërkoj falje, po Babukën e ki pas me rockera, me gjezera, besa edhe me repera. Reperi u parë u kon bashkë me ty kur ja ka nisë muzikës, Beka, po. Sonte pra me neve është besim gashi i njohur ndryshe me emrin Babuka. Babuk, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me qenë pjesë e këtij emisionit. Faleminderit edhe juve që ju ka rënë mend me më thirrë edhe më marr pak a shumë me historinë e muzikës edhe asaj që ka ndodhur për viteve, kisha me thonë të hershme të 80-ta, ndoshta 82. 82 gjithashtu, a? Unë kom filluar me 1982, po. Deri me sot. Me Tupana piqe asaj kohës, a? Prej vitit 1982, po. A ki pas mundësimi pas aman Tupana, kështu ai keni improvizu? Se na përpara improvization me fotografi, rengenit. Jo, s'ka pas, normal, s'ka pas. Nëse më lejohet veç paga shumë me ndru paga shumë termin e instrumentit tem. Okej. Për masë veç po flasim që unë e përdori si drum set. Drum set, okej. Drum set për arsye, pse e përdori si drum set, nëse më lejohet veç pak ta qartësoj. Domethënë drum set është instrument i cili vjen prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Domethënë normalisht që e kam përdorur më herët, si thonë atë snerin e kam përdorur në për rastet ndryshme të muzikës klasike, madje në për lufta, e kam përdorur kur kanë shkuar në për marshe. Mirë po seti si set, kur është kriju, ndër setet e para që u kriju në Amerikë, edhe derisa u kriju në Amerikë, fjala më për mua e cila i flen instrumentit tem është drum set, sepse Tupana është turqisht, për shembull daulle është turqisht, bateri është italisht. Po, italisht. Pse mos më marr emrin për njerëzve që e kanë kriju. Pikërisht. Originalitetin. Po, për atë arsye unë kisha me emnu kështu edhe kur i referona instrumenti tem quhet drum set. Drum set. Pse drum seti Bek? Ka ardhur shumë thjesht, na mendoj kemi pas pak a shumë një farë fatin atë kohë. Unë kur kom filluar më marr me muzikë, paraprakisht unë kom qenë sportist. Mandej kom qenë ai i cili kom dëgju muzikën, po flas në 70-tat, kom dëgju krejt ajo që ka qenë në botë, në fati janë atë ish Jugosllavi, i kemi pas ato informata, edhe e kom njoft muzikën edhe kom qenë një farë valltari, kom marrë pjesë në përgarat vallëzimit, edhe më ka ndodhur edhe me marrë vendet para, domethënë e kom pas një sens për muzikë, e cila thjesht ma vonë është shpreh në instrument, domethënë ritmi, vallëzimi është në ritëm, edhe dashnia domethënë e muzikës, kom pas një fat, edhe s'ka pas drum set në atë kohë, për shumë rallë ka pas dikush drum set, mirë po shoqënia ka ndodhur me pa në atë kohë në Pej kanë qenë grupi, ndër grupet e para kanë qenë grupet, unë që e mbaj mend, kanë qenë Albatros, mandej seleksioni 039, Dardanët, e disa grupe tjera, mirë po, ajo që mu ka mëra me pa drum set është kryesisht të çato bendet e hershme të vite fundi viteve 70-ta dhe fillimi i viteve 80-ta. Edhe unë kom rastis. Domethënë e kom pjesë këtë çdo grupeve ajo? Po, me 1983 kom qenë me grupin Dardanët. Pjesë grupit kemi marrë pjesë në një bun festival në 83-ën, në Gjakov ka qenë bun festivali. Se në atë kohë mbajshin bun festivalet vetëm Prishtinë, por në qatë vit 83-ën është mbajt edhe një në Gjakov dhe na patëm marrë pjesë me grupin Dardanët. Unë kom marrë pjesë, aty ka qenë edhe seleksione dhe kanë qenë edhe grupe tjera. Edhe me 1984 prap kom fillu me grupin seleksionit 039, edhe ajo ka qenë vitin 1984 në Bun Festival, në Prishtinë. Prishtinë që marrë. Kështu që arsyeja pse unë kom fillu me drum set
ose me tupana që kanë qef le ta jemnojnë, po unë ju kisha preferu njerëzve mi përdor emrin original, i cili vjen prej atyne që e kanë shtëpi. E kanë shtëpi. Edhe thjesht dashnia është ti si fëmijë, unë si fëmijë ose si i ri, pe që i kom pas 17 vjet. Qa din ti çka është ajo. Ti visht pëlqen edhe. Do të thonë s'kom pas drum set mbasi edhe pyetje, se pyetja ke shumë me vend ku a kemi pas, nuk kemi pas. Unë, do të thonë, kur kom fillu, njerë dy më ka ra mi prek atë instrumente edhe jam dashunu në instrumente se kom ditë që po filloj, edhe thjesht i kom mbaru 2 shtaga, edhe i qitësaj astekat, në dhomë, edhe improvizojsha, paramendojsha qysh është ajo, pezojmë nona me babën flejshin, aty unë i qitësaj astekat, se na përpara s'kemi pas se cili dhoma. Unë, ne kemi pas një dhomë të fëmijëve, 6 fëmijë kemi qenë, 6 fëmijë kemi flejt një dhomë. Baba e nonës një dhomë, unë s'kom ujtë aty ku jonë fëmijë, kom qëtu pak. Po, në atë dhomën tjetër e kemi pas dhomën e pritjes, i kemi thonë aty s'ka hi kur kush, ma dhe i kom fillu me përdor dhomën e pritjes, edhe qështu, ma shumë jem zhvillu të ushtru me jasteka, edhe prej jastekave e kom kriju një farë teknike me cilin kom mujt me fillu me u kyq me dardane, që ata e kam pas në shtëpinë e kulturës në pej, të ishim përpara domi kulturës. Edhe që atë shtëpit kulturës, dardanet e kam pas një set, shkojsha aty, edhe i preksha mu duke zot qka o kësane. A mu një vonë? A mu një, po. Edhe në dhomën tjetër ka qenë seleksioni 039 në shtrejshin, edhe shumë thjeshtë, muj me thonë që prej astekave unë kom kalu në grup të mirëfillt, ku kemi dalë në festival, edhe prej astekave kom fillu njëjtë me seleksionin 039. S'ka pas instrument. A instrumentin e parë, kur e kom ble në 85-ën, edhe mandej ajo the rest është histori, kom pas një fatë shumë të madhë, që kur e kom ble atë instrument, kemi qenë me 1985 në Përreq, me Natë Kulçakun edhe me Gezen, gitaristat dytë të seleksionit 039 në atë kohë. Malzi, apo? Malzi. Në Përreq, në Kroaci. Kroaci, po. Kroaci në Përreq. Edhe atje ka qenë një vend i cili grupet e Evropës bëjshin muzikë në për u qyshin klube internacionale, International Club, edhe na shkëshin mi vizitu ata, edhe këta shokët e mi në atë ko i kishin gitaret akustike me veti, edhe na gjatë ditët bëjshin muzikë, në mrame shkëshin mi ndigjeshim këto grupet, se u inspiroshim, ato me ndryqim, me zërim, diçka shumë botnore, apo kupton. Ajo ka qenë shumë fat për ne, se YouTube s'ka pas, do më thonë mjetet informimi s'ka pas, përveç që ti ki mujtë thjesht mi pa ato live, ajo shumë ma YouTube si YouTube. Po, është ma organik, ki shumë ma ofër. Edhe ndërkohë patëm njoftu me një holandez basist, edhe ai basisti kish emën shumë të madh, edhe tha na mundë me shku me bu muzikë, na mira një set në atë International Club, sepse ai është shumë famous, edhe kur shku me atja ata e pranun këto, se këto e njëshin, edhe na bërë muzikë aty. Ai Gjermani i cili e kish setin aty, vreti si një talent, e tha, ty të vynë instrumenti se qenë ke shumë i talentum, edhe gati që nuk mi fali atë të pona. Do më thonë drum setin shumë strejt, ma la për një shmim shumë të lirë. Edhe unë i bleva ato, erdha në Kosovë, prej Përreqit hypa, edhe u qyke një trena, u qyke erdha në Prishtinë, në fush Kosovë, ndali ka erdha në pej, i mora paret, me zorit, qa patëm shitëm. A tha njerët qka janë këto, qa pi blenë, këto s'ka buk për kësajnë. Po, normalisht baba zdejke, po mandej baba e shike që jadin hajde. Tu insistu hajde, delko. Dlejda shkova, u ktheva më Përreq, mora instrumentin, po qa është shumë rëndësi kretë këtë histori, është që mua i Gjermani ma patë dhuru një liber. E a i liber ka qenë liber shumë i rëndësishëm, sa pa dal a i liber, u qyke Advanced Funk Studies, që cili ka, do më thonë, elemente shumë të funkut edhe jazzit në atë libër. Edhe une u pata mësu bagin me ledzu, edhe që shtu prej ati librit gufova.
shumë se ai libër ka pas shumë rëndësi për mua dhe unë gufova shumë si teknikisht. Edhe mandej fillun një Jugosllavi tjerët me ndigju për mua dhe kështu. Ai u konte lashi fillimisht me përcjellë ritme, tup stat. Jo, ajo s'ka qenë. Se ka pas aty ndryshime, krtatatat me lidh ose. Atë që instrumenti, secili instrument është i njëjtë i vështirë. Okej. Domethënë nuk dallon që ky më i mirë, që ky më i vështirë, ky më i rregull. Dhe gitara edhe pse duket që është e lehtë, është shumë e vështirë. Piano duket që është e lehtë, është shumë e vështirë. Drum setin zakonisht ju duket njerëzve më e lehta për shkak që si t'afrohen jo ndërzhurma edhe dyqysh e përcjell diçka edhe s'është duket njerit që po din. Mirë po, për me bë mirë është njëjtë. Si gitara, si piano, si drum set është njëjtë. Edhe normalisht që për me bë mirë, unë thash edhe më herët, edhe studimi, edhe përkushtimi shumë i madh, motivimi shumë i madh. Jam unë ku ushtru mesatarisht 5-6 orë, ka ndodhur 7-8 orë ndet, ka ndodhur ose më saktë unë kam qenë 24 orë veç në instrument. Babuk, po du me lidhni me ta bëni një pyetje që më kalon gjithmonë si kurreshe me ditë pse. Pse babuk ka qenë shumë i famshëm, ka pas përpara drum seta që i kanë bë. A puna e stilit, a puna interpretimit të ndryshëm atë çka se babuk ka një gjithmonë si libu. Nëse flasim për 80-ta, thash edhe më herët, gufimi jam ka qenë shumë i madh në kuptimin e performancës teme dhe asaj që unë kom ekzekutu një instrument, ka qenë shumë i ri për krejt Kosovën. Diçka e pa pame. Për krejt Kosovën, mirë po edhe ma gjonë. Edhe ma gjonë. Edhe ma gjonë, dhe më thonë, unë kom shku në atë ko edhe në shkup të drameri Lebisola, në atë ko Garabet Tavitjan, i cili mu pa të befasu me mu, edhe mandej ai më ka popularizu të thonë është një djallë në Kosovë. S'mundeni me besu çfarë teknike, çfarë ekzekutimi ka, mandej kom qenë te grupi Smak në Kragujevsk, te Kepa. Aty e kom taku edhe në atë kohë gitaristin e mirënjohur të ish Jugosllavisë, Radomir Mihajlović Toçak, kemi bë muzikë, domethënë në një farë mënyre unë kom qenë në çat nivel. Kosova ka qenë shumë më poshtë sa i përket instrumentit tani. Në atë kohë ka qenë Murati Llapa dramer shumë i mirë, edhe Edi Meraku. Këta tjerët nuk kanë pas ndonjë nuk ke mujt me vrejtë dramera të tjerë. Në ndryshim njëri me tjetrit diçka. Ndërsa këta dytë kanë qenë, si më thonë, kryesorët, që kanë pas një virtuozitet të quaj. Unë kur kom dalë, është edhe stili. Po, për stili, normalisht, se cili kisha po duhet të përshkru pak a shumë dallimin mes meje edhe këtyre dramerave. Nuk që unë kom qenë ndoshta më i mirë se ata. Kom qenë teknikisht shumë më i përparuar se këta, se tregova, kom pas libër, kom pas vullnet shumë të madh. Me siguri që kom pas edhe talent, se kom talent. Nuk është tërp me fol diçka për veti, se di që kom talentin, mirë po puna shumë e madhe. Shumë kom ushtru, edhe mandej ka dalë virtuoziteti jam. Po saqarisht është edhe stili, mirë po në instrument nuk vret ta kiti stil shumë, apo din. Në instrument vret virtuoziteti jot. Edhe në atë kohë, domethënë diku prej vitit 86-87 unë veç kom qenë veç për me idallu. Vret shumë, po stil ka edhe Travis Barker, bateristi që është i famshëm i Blink 182. Edhe njerë? Travis Barker. Po, Travis Barker. Edhe ai ka stil, domethënë është edhe ai përveç. Ka shumë dallis në botë. Po jo, po më ka shumë peshë edhe stili që duket njerë. Normalisht, nëse për shembull një instrumentalist, pavarësisht cili instrument është, për shembull nëse është gitarist, nëse është pianist, sidomos në skenë, kur është një band, është këngëtari, janë basisti, është gitaristi, është për shembull sinti, organet, edhe është drameri, back vokalet, aty këtu ndonjë saksofon, whatever. Për shembull rock and roll është shumë rëndësi stili, i gitaristave, i këngëtarit, edhe i dramerit. Është e vërtetë që duhesh me pas stil. Pa stil nuk bën. Mirë po, nëse flasim për një ekzekutim të mirëfillt, sidomos në jazz nuk është më rëndësi shumë stili i dramerit, është më rëndësi shumë sa është ai sa ka fjalor. Në instrumenti pëzojmë edhe piano, edhe gitarja, edhe secili instrument është i njëjtë. Për shembull, ti si dramer, varet sa ki vokabular. Fjalori jot,
Muzikor mund me qenë me, përshojmë 100 fjallë, 10 fjallë, 20 fjallë, 100 fjallë, 200 fjallë. Atë si shkrimtari ku shkruan, varet thjesht për mundësisë së shprehjes së tij. Aq sa din ai, mu shpreh, aq din edhe me mendu. Apo din? Kështu që instrumenti është i njëjtë. Nëse ti e zgjenon fjalorin, ti je faktikisht ai i cili ki mu vrejt për njerëzve, sepse fjalori mund me qenë, ka dramera që janë vetëm ritëm dramera, ka dramera që janë edhe ritëm, po janë edhe solo dramera. Mirë, po ka dramera që janë edhe kompozitorë që dramera, ka dramera të cilët e diktojnë, mund tjetë, e diktojnë stilin e grupit. Për shembull të Led Zeppelin, të shumë bende dhe të mahershme, dramerat kanë qenë shumë të rëndësishme. Të Led Zeppelinat ka qenë, prezojmë John Henry Bonham, ka qenë, ata Zeppelinat kur ka vdek Bonhami, kur mos kanë bu bend. S'ka mujtë bu bend. Jo, s'kan dersht. A s'kan dersht, se s'ka pas. Djali vetë, të më thoni Bonhamit, është, të më thoni Jason Bonham, është shumë dramer i mirë, po ndoshta tek si vjetë bujnë. E di që para 5-6 viteve ju kanë afru një mundësi me bo, jena të folë, ata kanë diku 1980-81, po më duket, ajo Bonhami ka vdek, edhe ata për 80-s deri së 2025, sa për vjen kjo, 45 vjetë, ata mu s'kan bo band, apo më kuptan? Ndoshta që tash e bujnë, ju kanë afru, dhe më tonë, para 5-6 vite ju kanë afru, gati afërsisht $700 milion me bo vish një album se kanë bo. Apo din, po dhe më thonë, dramerat janë shumë të rëndësishëm në shumicën e bandeve, përzojmë Polisat. Në Polisat, drameri ka qenë shumë i rëndësishëm. Stuart Copeland është një ndër dramerat ma eminente dhe ma të, për mu, i cili ka pas shumë rëndësi në zhvillimin edhe në kulturën e dramsetit, i cili në vitet të 80-a ka kriju një stil 3 të dramingut, po flasë në pop muzik, pop rock, jazz, mirë po në jazz muzik dijen dramerat e mahershëm kanë qenë dijet ata, për shembull Buddy Rich, ai është një ndër më të njohur, ka Papa Jones, ka shumë dramera cilët duhet mi përmend, ama ata janë dramera të cilët kryesisht kanë qenë virtuoz edhe janë dalë në skenë. Apo ti në atë kohë, për e një në asaj kohë zitëve të 80-a, u konë nërkurisi. Shiko tash janë të kafe të vogla, që janë konë të santeja, venet, që atë jo konë ai fokusi për qëndrimi kitrinis, lokale ndryshme ku ka mbajtë edhe muzikë live në atë kohë. Ti e konë pjesë grupeve të ndryshme. Unë kom qenë, do me thonë, prej që në Prishtinë, jam prej kjerët, prej fillimit të 80-ave, të e marrë parasysh që e kom edhe shoqninë edhe djallin e Halles, Dugin Goranin, edhe na e kemi pas, shoqnia Dugit ka qenë edhe shoqnia jame në Prishtinë, ndërsa shoqnia jame në Pej ka qenë edhe shoqnia Dugit në Pej. Kështu që na e kemi pas qatë mixed, edhe paralelisht kom jetu edhe në Prishtinë, edhe në Pej në kuptimin e shoqërive. Edhe prej viteve të 80-a ose fundi 70-ave, unë e mbajnë kur s'ka pas si kafiqa në Prishtinë, kemi shku në Gran Biljarnici, të ishim për para, pak vende ka pas Prishtina, mandej janë hapë Gjani edhe një 2 kafiqa ofër aty, e vonë mandej është hapë Kurizi, edhe prej asaj kohë në kom qenë pjesa ati përquj asaj kulture të rock'n'rollit, në krejt që ka ndonë ato kafiqa aty. Madje më kujtohet diku viti 91, pa ta shku me Miran Kiseri 91, më kujtohet sakt, edhe pa të mbu muzikë diku nja një muj dit për çdo natë. Shkishim një kafish tjetër, pa pare vishë muzikë, vishë muzikë. Vishë në lanë që s'ka me vjeda. Apo dhe na kemi fillu muzikë me bo për shkak të dashurisë, ndaj diçkafi që kemi derë. S'kemi fillu mu marrë me muzikë për dhe një fama, diçka. A dhe se unë s'kom vendosë mu marrë me muzikë pëse kom vendosë. Ajo thjesht ka qenë veç një, atë si një vale cila ty të merë për shkak dëshirës, që ti së din që ka po ndodha. Një dikush shkanë miret me ndoni me basketball, edhe mu ka pëlqy basketball, para se me fillu mu marrë me muzikë, kom qenë futbal aktiv, kom lujt në BES, PS, jom kyq, kom qenë në ekip të juniorve, më andej më kam fëtu në ekip të seniorve me 16 vjetë. Kom pas, do më thonë, talent në sport, mirë po, muzika, kur jom da prej sportit e kom kalu në muzikë, nuk e di, unë e vitë thjesht, ajo më ka marrë se ka pëlqy. Ma buk ti ki bole për repera muzikë? Po, duhet me ditë një histori, do me thonë,
Në fund të viteve 70-ta dhe fillim të 80-tave ka qenë një grup Sugar Hill Gang në qujtë. Edhe ata kanë qenë një ndër grupet e para të cilat e ka promovu rap muzikën në atë kohë. Edhe në atë kohë unë kom dëgju prej rock and rollit, jazzit, e kom dëgju Quincy Jones, Stevie Wonderin, mirë po kur ka dalë e kom dëgju edhe përzojmë AC/DC, e kom dëgju të njëjtën kohë. Apo kupton? Mirë po edhe Sugar Hill Gang ka pëlqy, se ka qenë shumë dance muzikë, ka qenë trendi. Edhe mu ka dhënë shumë interesant, edhe na si seleksioni 039 një ndër grupet e para që ka incizu rap, një repturën e parë të seleksioni 039. Reptura e parë që incizu? Po, është incizu me 1985, është kanga Kur ajo shikon. Ku shukon? Ilir Bajri e ka reptu ato, e ka reptu atë pjesë të repturës e cila është në kangë. Dhe më thonë, kulturën e rapit e kom njoftu, andej, kur bëjshë muzikë në Prishtinë që atër në fund të 80-tave, në fillim të 90-tave pak, Beka pa dalë, Beka i shumë i talentu me mu më përqej ka i stil, wow, thë isha so bukur, hajde po bojmë bandin, që shtu edhe kemi fillu edhe Beka ka fillu me mu në për koncerte, edhe gjithmonë e mërësha Bekën, se Beka i shumë i ri edhe se mërëshin seriozisht njerëzit. Ma dje ma bëjshim do venda, hek ma adin, hek ma adin ja bëjshë qysh, ma adin qfar reperi o bre kë. Adin ka qenë kohë ku njerëzit ende nuk e kupteshin që ka të ndohë. Definitivisht. Po, atë flenë heq, që dhe the pak më herë që të ka pëlqyer dhe repi, a i kështë gjithë vetëm me bo për shambull, non-stop për rap grupe për shambull, nëse veç dalim për shambull s'ken me bo muzik live. Absolutisht. Po, se kështë pas të lashat. Absolutisht, nuk o pun të lashe, kër je instrumentalisti i mirë, më ka ra një kohë me studiu në konservatorium të Amsterdamit, edhe atje kom njëftu njerëz të cilë të thjesht nga kanë mësu që kretë muzikat janë të njëjta, jo që na kanë mësu, po se cilën muzikë që e bën duhesh me bo mirë. Kur të avancohesh, ti duhesh me i përshtatë se cilët. Of course, normal që është normal nëse ti përqendrohesh veç në stil, ti mundesh me përqendru veç në reggae pëzojmë, ose veç në funk, ose veç në rock. Mirë mi vesh, se cili stil është i veçantë muzikë. Ndërsa, unë jam ma shumë fusion dramer, i përzim, i cili i përzi stilet. Mu sa më intereson mira rock and roll, edhe mundona mira si një rocker ose si një metal. Dramer që tash kom incizu një metal album. Po, i lirin këtë... S'kom kujtojnë në bjemri, stash, po të me rëndësi, veç na i thojmë Zeqan. Me Zeqan, kom incizu një album, ata e kanë incizu një album metal, që tash, unë po kyshna me ta, mundona me bo sa ma metalla, se metal është shumë fështirë me bo muzikë. Shumë fështirë dhe dramerat metal janë shumë qartë. Dhe më dhunë, shumica e gjezerave, njerëzve që nuk e njojnë shumë mirë muzikën, edhe mirën veç me gjez harojnë që edhe talen ka pak me këto grupe tjera, e se din që është the same thing. Se me talen me përcjellë në stop këngëtare? Me përcjellë është enorm fështirë me përcjellë 7-8 minuta një ritëm ekstrem të rënd, të shpejt, me një forcë maksimale fizike. Dërsa gjezi, lyp teknik, ka dhe... Lyp teknik, lyp mend shumë, lyp vokabular shumë, po është ma fani dyqysh në dogat. është i fështirë, se lyp shumë inteligencë, shumë për kushtim. Dërsa metalli lyp forcë. E qajo forcë dhe qaj precizitet e kryon saktësin apo thjesht mundësin që aj mu vequ si stili cili unë e veqej shumë të rëndësishëm. Njejt, nëse ti je hip-hop dramer, edhe ajo ka një stil. Nuk ka ndo një punë e madhe me qenë hip-hop dramer. Sa është punë e madhe me qenë... Po, se s'ka... është ma letë se me qenë metal dramer i mirë, edhe gjezer dramer i mirë. Në hip-hop, e tashna që unë e pëzojmë që jom edhe përzina ka metalli, përzina ka gjezi, përzina ka latino muzika, përzina ka reggae, për shembull për mu mira hip-hop, adhe në është hajgare. Që së është që leze, i ka veç një 2-3 takte? Jo, se... Jo, për s'ka shumë dushime në ashti. Qëre, kur jetë jazz dramer, edhe ki forcë, se jazz drameri nëse ka edhe forcë, po quj fizike. Po, se të lyba jo. Do më thërë,
për ata, nëse këtë intervistë edhe këtë thëmë me rrëfim temin të dramsetit e ndigjojnë dramerat, ata që janë dramera, real dramera, ata e din që shtimi i dramsetit në metal edhe në rock është shumë më i ulët. Do të thonë likurat janë më të shume se likurat të cilat janë në jazz. Në jazz e kemi shtimin më të lartë, ndërsa në metal është shumë më i ulët, edhe ramja nuk ka shumë rebound, nuk kthehet shtaga, duhet miro. Nuk ka teknika, ndryshon teknika edhe që është shumë më rëndësi o fizike. Unë jam të folë me një dramer që i bjen një tempo, për marim shembull 130, 120, 140, edhe permanent është 5 minuta. Çfarë preciziteti, se një gabim... Delpi sistemi. Një gabim duhet me ta bo... Okej. Për shembull duhet me thonë producenti prej fillimit këngët. Na për shembull kur kemi unë kur kemi incizu përpara në Radio Prishtinë me grupe tjera, posaçërisht me seleksioni kur kemi incizu albumin, u dashkë këngës mira prej fillimit deri në fund. Po se s'ki pas. Vonas një gabim e bo. Apo kupton? Ti mundesh mira ai kënga gjatë ke 4 minuta 38 me prish diçka 3 minuta 38 sekonda një gabim prej fillimit. Apo të dush me qenë shumë preciz, e tramet janë shumë të mëdha, të forta. A merr shokollit muskujve jo? Ja, po unë ushtrela nga gjaksator çfarë kollit muskujve. Plus sportist. Babu, po pasani dalim te sporti, a ka filozofi dramseti? Që s'ka, filozofi të dramset janë, për shembull, nëse kisha mi veçu një dramer. Të cilit duhet mi thonë dramer, për shembull, nuk po flas për një stil veçantë, po flas për një dramer i cili fillon sot mira instrumentit dhe do me qenë një grup ku i bjen live me band, i bjen në një vend, i cili varet sa është, përsejmë, 50 metra katror, 20 njerëz, 50 njerëz, 200 njerëz, 2000 njerëz. Unë po foli për një mesatar show të një bendit. Ai duhet me njoft stilin e muzikës, duhet me njoft dinamikën, duhet me njoft muzikën, duhet me ndëgju këngëtarin, duhet me ndëgju gitaristin, duhet me ndëgju basistin, duhet me ndëgju syntin, edhe duhet krejt ato me i aranzhu që ashtu që bendi me tinglu mirë nëpërmjet ti. Ai duhet me përcaktu dinamikën që shtinglon bendi. Drameri është ai i cili përcakton ato. Muj me thënë që as 3%, as 5% e krejt dramerave që unë njën që se din që atë sanë. Tena? Rollku, shumë ftirë. Po më ndaj tash, ata botënorët janë... Qëre, ku shkon në një koncert, edhe ti i vjen me, për shembull, veç me polis, je bendi policave, ti i ki 20-30 kongë dhe që ato kongë i bjen krejt jetën tënde. Ti s'përzirë. Unë po foli me një dramer, i cili të bo muzikë me Ismetin, me Xhavitin, me Albulenin, me Avanin, me lloj-lloj njerëzit, me lloj-lloj bende. Edhe tash i bjen për shembull një kongë pop, një kongë bossa nova, një kongë latino, një kongë Avanin. Edhe çaj dramer duhet mi njoft krejt çto stile, edhe duhet mi thjesht me ditë sa mi ras njerit, ku mi ras njerit, ku mi ra hajetit, sa mi ra hajetit, sa mi ra kikit, edhe krejt çto instrumente, se këto se cili është instrument. Pezojmë nëse sneri është që kë. Kur i bjen qëtu, ndihet ndryshe. Kur i bjen qëtu, ndihet ndryshe. Kur i bjen qështu me shtak, ndihet ndryshe. Hi-hati është njëjtë. Kur i bjen qëtu, ndihet ndryshe. Kur i bjen qëtu, ndihet ndryshe. Se cili vend ku i mëson, thash krejt qëto kombinime ti duhesh mi ditë. Se këta shkojnë veç mësojnë teknikë dhe bojnë zhurmë. A kur bën me band, e di din çto trika. Ti tinglon jo po i bjen se bendi pëtojnë po do mundimeni këngëtarja po kënon sol ti mundohesh me emitu që jo se i pengon këngëtarit apo domethënë ti duhesh me ndigju nëse basi dum ti jo basi dum ti
Ma shumë. Ti duhesh me bo pak ma pak, që qaj frekvenca e batit që e jo të edhe ajo bum, mu duk dum. Apo kupton? Kjo është thjesht një përshkrim qysh është filozofia e një dramerit me kriju soundin e grupit. Babuk, je që një kohë gjatë me drum set. A ka hup energjia, është qaja energjia njëjtë? Jo, kurse si unë ushtrej gati për çdo ditë, sarë që sepse paralelisht mirë edhe me do sporte, edhe shumë një kohë gjatë ma marrin sportet, përzojmë gjatë dimrit, jam shumë brezovic gati 3 muaj ditë, jam brezovic 100 ditë, jam brezovic, edhe për që aty në 100 ditëve gjithmonë mundohan ja së paku kur vin Prishtinë ka pak kanë adin minzonja 10 ditë, 2 javë ditë me ushtru, a tash pëzojmë nuk jam se tash jam kthy pi sezonës skijimit, tash deri në fund të majit jam në Prishtinë dhe ushtrej gati për çdo ditë. Nuk e hupi energjinë, plus jam derisa jam sportist, kam energji më shumë se duhet, sepse e mirëmbaj, unë s'pi alkool, me narkotika s'jë marr kurr, do me thonë shkoj në gym, bagi, ushqena shumë mundona mu ushqyt sa ma, jo ti thojnë këta healthy, po kom kujdes çka haqa, do me thonë për shkak të trupit tem, sepse edhe me sporte që mina jom shumë aktiv, edhe jom bagi ekstrem në ato sporte, aty vjen me pas shumë forcë edhe vjen me mirëmbajt energjinë macivete për energji. Domethënë përveç muzikës mirësh edhe me sport, skiator. Shumë seriozisht. Po sepse ti duket pak edhe mosha e lyp. Ndoshta mosha ma ka përcaktu një lloj mu kthyun në atë dashurinë që e kom pas më herët si fëmijë, se atë që unë mira me sport si një fëmijë. Me mu shumica keshin që mi pas 12 vjetë. Po, unë jam 12 vjetë. Adin shpirtnisht, kur të mirëna me kitesurf, do këtë vetë, adin si një thmith që jep një balon, adin që e mbanë qështu, edhe a i knaqët, që qështu të e këshyra ato, edhe unë e knaqësa me kitesurf. Njëjtë, që ajo ndjenë, që atë ndjenë. Adin si thmith që knaqën, kër shkojnë me skiju, knaqën, unë e knaqën me vazhdon që energji. Babuk, faleminderit shumë që ke gjetë kohë, na veç jena në fund të emisionit. A ka diçka të treja ndaj projekt, diçka muzikor përveç atij grupit me rock? Diçka personal për Babukës? Po, unë faktikisht jam shumë grupe që jam ka të shumë treja. Ajo që ka me qenë re në tallmen për mu, edhe që jam angazhu edhe kom investu paga shumë, e kom kriju një studio të vogël, ku kom e fillu mi më në fund mu marrë veç me komponimet e mia dhe me dalë sa më shumë në opinion me ato çka unë ndjej dhe çka unë mja prezentu dikuj që më pëlqen edhe në një farë mënyre me lënë një farë historie, sepse shumë të në kohës nuk kemi incizu fatkeqësisht, kanë qenë rrethonat e tilla, nuk folën më herët, e pavarësisht edhe pse mi marrë me muzikë të 10-tave, 90-tat kanë qenë dhimbshme, se s'kemi pas televizion, e dini shumë mirë që këtë 90-tat për 90-tës deri në 2000-tën, na s'kemi pas televizion, s'kemi pas mundësi me incizu. Kom qenë me grupi Noda, kemi incizu diçka, jo me seleksionin, jo me gjurmët, jo me minatorin, s'kemi mujtë me incizu, ato kanë qenë kryesisht koncerte, mandej edhe një mbas luftet, deri sa jom bo studiot, unë shumë qka ka shku shumë shpejt, edhe unë s'kom bri kretë këtë djeni, shumë të në me registru, e tash për mundona ka pak me kriju. Babuka, faleminderit shumë edhe një herë, suksese. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, kaq që personte shimin në emisionet e ardhshme. Pastroj, ringlenën tezi, qajin e dyshoj. Ka t'jallin pregadis, trupin e aktivizoj. E pastaj, ty telefonoj. Telefonin cingron, askush nuk e qon. Kam një bindje, se me kast më bon.
qytet. Do shta po të shoh e bojmë një muhabet. Tjedin se unë të du. Tjedin kur s'muj me t'haru. Tjedin se unë të du. Tjedin kur s'muj me t'haru. Rrugës duke hecur e duke mëndu. E pyesja vetën se ku kam gabu. Mendimet andej këndej nuk mundem ngjit. I thash vetës mos u bë kaq laik. Kështu tuj mendu, unë krejt jam habit. U përplasa në një truri mu aktivizu. Më ndihmoj njeni në këmuqu. Shqyqyr zotit, kur gjosisht t'u i mungu. Tjedin se unë të du. Tjedin kur s'muj me t'haru. Tjedin se unë të du. Tjedin kur s'muj me t'haru. Mendova kjo herifja ku ka mut me mbet. Te shoqet nuk ishte e as në qytet. As gjë ndërmen s'më binte, s'disha më ku me kërku. U ktheva në shpi, në kun nga kull me vnu. Ku që telefoni nisi me cingru. E qova të gjusen, tha ton këte u taktu. Unë i thash agroni këtu qdo kund kom kërku. Më tham kam pas provim, a thua ke haru. Tjedin se unë të du. Tjedin nuk muj me t'haru. Tjedin se unë të du. Tjedin nuk muj me t'haru. Tjedin se unë të du. Tjedin kur nuk muj me t'haru. Tjedin se unë të du. Tjedin nuk muj me t'haru. Tjedin se unë të du. Tjedin nuk muj me t'haru. Tjedin se unë të du. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.